Rrëmbimi një presidenti në shekullin 21, akt shtetëror i paligjshëm dhe fundi i rendit ndërkombëtar. Le të jemi të qartë dhe pa relativizma. Presidenti i Venezuelës, Nicolás Maduro, dhe bashkëshortja e tij janë rrëmbyer nga administrata e Donald Trump. Ky nuk është supozim, as dyshim procedural, është fakt i pranuar gjerësisht në diskursin politik dhe diplomatik ndërkombëtar. Çdo përpjekje për ta quajtur këtë zbatim ligji është manipulim terminologjik për të mbuluar një krim shtetëror ndërkombëtar. Ky shkrim nuk ka për qëllim ta shndërrojë Maduron në figurë morale. Ai nuk është. Por ligji ndërkombëtar nuk funksionon me simpati politike. Funksionon me rregulla. Dhe këto rregulla janë shkelur brutalisht. Çfarë ka ndodhur realisht? Administrata Trump ka përdorur aparatin e saj të sigurisë për të ndaluar dhe marrë me forcë një president në detyrë dhe bashkëshortën e tij jashtë territorit amerikan, pa mandat ndërkombëtar, pa ekstradim, pa vendim gjykate ndërkombëtare. Ky akt përmbush të gjitha elementet juridike të rrëmbimit shtetëror state kidnapping. Nuk ka asnjë mekanizëm ligjor ndërkombëtar që e lejon një shtet të veprojë në këtë mënyrë, pavarësisht fuqisë së tij ushtarake apo pozicionit gjeopolitik. Ligjet dhe parimet e shkelura hapur. Ky veprim shkel drejt për drejt. Parimin e sovranitetit shtetëror, një gur themeli së drejtës ndërkombëtare. Parimin e mosndërhyrjes në punët e brendshme të një shteti tjetër. Imunitetin e kreut të shtetit dhe të familjarëve të tij. Procedurën e rregullt ligjore ndërkombëtare përfshirë ndalimin e arrestimeve arbitrare. Nëse ka akuza penale, rruga është e vetme, International Criminal Court ose procedura ekstradimit të pranuara nga palët. Çdo gjë tjetër është ligj i xhunglës. Ogbja dhe drejtësia globale, pse po kthehen në fars. Me këtë akt, Shtetet e Bashkuara kanë dërguar një mesazh shkatërues. Institucionet ndërkombëtare janë të parëndësishme. Pse të ekzistojë unitet nacions, nëse një superfushi mund të rrëmbejë president të huaj sipas qefit? Pse të flasim për rend botëror, kur mjafton një urdhër politik dhe disa njësi speciale? Në këtë realitet, ligji ndërkombëtar pushon së qeni normë dhe kthehet në dekor. E drejta e Venezuelës përpadi, jo politike, por juridike. Venezuela, përfshirë vendës presidenten e saj, ka të drejtë të plot ligjore të ndjek penalisht dhe civilisht administratën Trump dhe çdo individ të përfshirë. Jo për hakmarrje politike, por për shkelje të sovranitetit, shkelje të drejtave të njerëzit, rrëmbim ndërkombëtar dhe ndalim arbitrar. Kjo është një betejë për parimin, jo për personin. Mesazhi real për botën, armatosuni ose zhdukuni. Pas këtij akti, çdo shtet e kupton qartë mesazhin. Nëse nuk ke forcë ekstreme, nuk je i sigurt. Nuk është rastësi që vende me armë bërthamore si Rusia, Korea e Veriut, Kina apo Franca nuk trajtohen kështu. Frika funksionon. Ligji jo. Administrata Trump me këtë veprim ka nxitur drejt për drejt garën globale për armatim bërthamor. Jo sepse vendet e duan shkatërimin, por sepse duan të mbjetojnë. Ky nuk është liderizëm, është rrezik global. Rrëmbimi Nicolás Maduros dhe bashkëshortes së tij nuk është akt force, është akt dëshpërimi politik dhe arrogancë imperiale. Liria nuk imponohet me rrëmbime. Demokracia nuk eksportohet me shkelje ligji, dhe diplomacia nuk zëvendësohet me dhunë pa pasoja. Nëse kjo logjik pranohet, atëherë rendit ndërkombëtar i ka ardhur fundi. Dhe kur ligji bie, bota nuk bëhet me lirë, bëhet vetëm me frikshme.